Pra, unë që në komisariatin nëmër 3 Tiranë, ku njoha për herë të parë me dëmtimin e videove, krijova një bindjen time të plot se kallëzuesja pra Ornela Murati ose ishte detyruar nga të tjerët ose kishte marrë një iniciativë pa vullnetshme. Po siç tregoi koha, kjo e vërtetuar dhe me dokumenta, ajo nuk kishte nënshkruar në deklaratën e saj fare, ishte një deklaratë që zotëronte mjeshtria e falsifikimit dokumentave, zonja Irena Elezi, pra që ishte kryespektorja e krimeve të komisariatit nëmër 3, dhe nuk ishte nënshkruar. Pra, edhe unë kastile edhe në gjykat, shkallës parë, nuk i bëra si pyetje. E lashe vetëm u betua edhe, po s'kishe çfarë pyesje. Realisht kishte çfarë pyesje, nuk kishte nënshkruar gjë, edhe ajo vetë u habit. Kurse ndaj dy personazheve tjerë ka qenë një reagim shumë i plot, ligjor dhe i fuqishëm.